A e zëvendësojnë ujin, kafeja dhe çaji? Ekspertët kanë gjetur një përgjigje disi të habitshme në pyetjen nëse kafeja dhe çaji numërojnë sikur të keni pirë ujë, megjithëse një filxhan kafe nuk është aq hidratues sa një gotë ujë, ajo llogaritet si marrje lëngu, por duke e ndarë sasinë në gjysmë. Mbajtja e hidratimit është thelbësore për shëndetin e përgjithshëm dhe uji i thjeshtë është mënyra më e mirë për ta bërë atë. Nëse kafeja dhe çaji përgatiten me ujë, a mund të përfshihen ato në marrjen tuaj ditore të ujit apo thjesht të dehidroheni direkt? Për shkak të kafeinës, kafeja është edhe një diuretik natyral dhe një stimulues i fshikësës. Çaji ka një efekt të ngjashëm, tha urologia Vanita Sima Cheng. Ndërsa kjo është e vërtet, efektet diuretike janë të lehta dhe hulumtimet tregojnë se kafeja dhe çaji me gjithë keqkuptimet e zakonshme nuk të dehidrojnë kur konsumohen me mas. A llogaritet një filxhan kafe si një gotë ujë? Edhe pse një filxhan kafe nuk është aq hidratues sa një gotë ujë, ajo mund të përfshihet në marrjen tuaj ditore të lëngjeve. Për shkak se vepron si diuretik, unë do ta numëroja kafein si rreth gjysmën e më shumë lëngut. Për shembull, një filxhan kafe llogaritet si gjysmë filxhani ujë, shpjegon mjekja Katerin Waldrop. Sidoqoftë, pirja e më shumë filxhanëve kafe ose çaj pa pirë ujë mund të përfundojë dehidruese. Një filxhan kafe nuk do t'ju dehidrojë aq shumë, por shumë prej tyre pa marrjen e ujit do t'ju bëjnë, thot mjekja Bindia Gandhi. Buzët e thata dhe të çara mund të jenë një shenjë që keni mbidozuar, shpjegoi më parë gastroenterologu Will Bolshewitz. Shenjat të tjera të dehidrimit përfshin urinën e verdhë të errët dhe nevojën e pamjaftueshme për të urinuar. Po çaji? Shumica e çajit përmbajnë kafein, por dukshëm më pak se kafeja. Prandaj, Waldrop numëron shumicën e çajit me kafein si 3/4 të sasisë së ujit. Çaji bimor, megjithatë, nuk përmban kafein dhe sipas standardeve të saj do të ishin të barabarta me një filxhan të plot me ujë. Megjithse këto shifra nuk bazohen në shkencë të saktë, Waldrop thotë se ato mund të përdoren si udhëzime të përgjithshme për të siguruar marrjen adekuate të lëngjeve. Llojet e ndryshme të kafes dhe çajit do të ndikojnë ndryshe në nivelin e hidratimit. Për shembull, kafeja ose çaji i zi do të jetë më pak hidratues se sa kafeja e bardhë, ose një filxhan çaji me qumësht ose shumë sheqer ose ëmbëlsues si mjalti, thot Gandhi. Ndërsa qumështi mund të mos duket të jetë një burim i mirë i hidratimit, disa studime kanë treguar se inkurajon rehidratimin pas ushtrimeve, madje edhe më me sukses se disa pije sportive. Mundohuni të mos i ëmbëlsoni pijet e qumështit, sepse pijet e ëmbla mund të çojnë në dehidrim më shpejt se sa pijet pa ëmbëlsira. Në përgjithësi, kafeja dhe çaji nuk ndikojnë domosdo në hidratimin siç besuan shumë dikur, thot Gandhi. Trupi juaj do të thith lëngun që konsumoni përmes çajit dhe kafes si hidratim. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.